do të quhet John. Jemi duke ju afruar me hapa të mëdha kremtimit të 200 vjetorit të linjës së Don Boskos, një përvjetor që duhet të na gjejë të gatshëm për ta përforcuar identitetin ton karizmatik. Është detyra jona t'i kuptojmë, t'i riinterpretojmë dhe përjetësojmë intuitat e tij, zgjedhjet dhe veprimin barejtor të themeluesit ton, gjenialiteti veprus, dhuntit edukuese dhe përshpirtëria, padyshim janë 3 përmasat që e karakterizojnë fytyrën e tij. Hapi i parë është njohja e historisë së tij, një njohje që duke përdorur metoda të kërkimit historik, nuk duhet të harroj përkushtimin e madh që Don Bosco ka pasur për të rit dhe pranin e veprimit të hyjit në jetën e tij. Strena që rektori mallor Don Pascual Chávez Villanueva u beson grupeve të familjes salesiane për vitin 2012, një ftesë që ta njohim në mënyrë të thellë historinë e Don Boskos për të rindërtuar sot figurën e tij dhe për të përjetësuar misionin e besuar familjes salesiane, edukimin dhe ungjillëzimin e të rinjve. Rindërtimi i figurës së Don Boskos dhe veprimi të tij duhet ta ndriçojë realitetin ku familja salesiane vepron, që është e karakterizuar nga një horizont kulturor i veçantë, nga kompleksiteti i jetës bashkëkohore, nga globalizmi, nga kultura postmoderne, nga vështirësitë e baritores, nga paksimi i thirrjeve dhe nga vënia në dyshim e jetës së kushtuar. Pse duhet ta njohim Don Bosco? Don Bosco vazhdon të jetë një figurë me rëndësi të madhe për kishën dhe për shoqërinë civile. Figura e tij është e gjerë dhe nuk mund të kufizohet në formula të thjeshta. Në të kaluarën, shumë paraqitje të tij, jo pa teprime dhe shtime, kanë rrezikuar t'i shtremrojnë fytyrën, intuitën dhe shpirtin. Sot, hagiografia mban parasysh interpretimet historike të bazuara dhe një lexim të përtërir teologjik të përvojës shpirtërore të shenjteve. Don Bosco është një figurë poliedrike, është një themelues, një ligjvënës, një edukator, një mësues i jetës shpirtërore. Për të mos lejuar që të humbas ajo që na është përquar, është nevojë e ngutshme ta njohim atë. Duke u shtuar largësia kronologjike, gjeografike e kulturore prej tij, mund të rrezikohet të humbas ajo klimë afektive dhe ajo afërsi që na e bënin familjar. Po të mungonte referimi në atin ton të përbashkët, në shpirtin e tij, në praktikën e tij, në kriteret e tij frymëzuese, si familje salesiane nuk do të kishim më të drejtë qytetarie në kishë e në shoqëri, sepse do të ishim pa rrënjët tona dhe pa identitetin ton. Përveç largësisë kronologjike, gjeografike e kulturore, duhet pasur parasysh dhe 2 motive të tjera. Për një lëvizje shpirtërore, si familje salesiane, është e rëndësishme ta mbajmë të gjallë kujtimin e historisë së vet, ta organizoj dhe ta bëj të arritshme në mënyrë që të favorizoj përforcimin e kulturës së referimit dhe të bëj ballë shndërrimeve historike, shoqërore e kulturore. Në këtë mënyrë, familja salesiane do të mund të vazhdojë të jetë bartëse e karizmës së fillimeve dhe të bëhet rojtare syrqelur e krijuese e traditës së vet.
Njohja e thelluar e Don Boskos e gjen pastaj arsyeën e vet edhe në faktin se shumë dokumente normative të grupeve të familjes salesiane e tregojnë Don Boskon si udhërrëfyes dhe model. Çfarë historie? Historia e Don Boskos duhet të rindërtohet dhe interpretohet me guxim dhe me vërtetësi. Siç sugjeronte Papa Leoni XIII, historiani nuk duhet të thotë kurrë asgjë të rreme dhe të mos hesht për asgjë të vërtetë. Zbulimi edhe i papërshosmërive të shenjtë na ofron avantazhin e trefisht të respektojmë saktësinë historike, të theksojmë absoluten e hyrë dhe të tregojmë mbishtësinë e natyrës njerëzore që të gjithë e bashkëndajnë. Pastaj duhet të kapërcehet anekdotika dhe të favorizohet aktualizimi i Don Boskos sot, në agimin e 1000 vjeçarit të tretë. Një njohje që në tërheqjen mes pyetjes mbi të tashmen dhe kërkimit të përgjigjeve që vinë më e kaluara e ndihmon karizmën salesiane të inkulturohet në të sotme. Është e nevojshme që karizma themeluese e një lëvizje të riinterpretohet gjallërisht në mënyrë që të mos bëhet një fosil i çmueshëm. Themeluesit e kanë përjetuar shpirtin shenjtë në një kontekst të saktë historik. Prandaj është e domosdoshme të përcaktohen elementet e rrethanës së kulturës dhe të situatës së epokës. Kështu do të jetë e mundur të përcaktohet vlera e veprimit të tyre dhe rëndësia e përgjigjeve të dhëna sfidave të kohës. Një kërkim historik mbi Don Boskon duhet të jetë në gjendje ta përcaktojë atë që është kalimtare dhe atë që është e përhershme në karizëm, atë që duhet të lihet dhe atë që duhet të mirret përsipër. Historia e Don Boskos nuk është vetëm historia jonë, është edhe e kishës dhe njerëzimit dhe nuk duhet të mungoj në historiografitë. Përjashtimi prej debatit kulturor që zhvillohet në çdo vend do të përcaktonte edhe pa domethënien historike të salesianëve, me njanimin e tyre shoqëror, mungesën e ofertës sonë të edukimit. Nëse duam të vazhdojmë të kemi besueshmëri, duhet të kemi të njëjtin profesionalitet, të përdorim të njëjtën gjuhë. Historiografia salesiane. Prodhimi historiografik salesian ka përshkuar një ecje të ndjeshme. Prej profileve modeste biografike të Don Boskos është kaluar në biografitë lavdëruese, të frymëzuara prej një leximi teologjik, anekdotik dhe taumaturgjik. Pas gjysmës së 1900-s, ndjenja e shqetësimit mbi literaturën hagiografike të së kaluarës pushtoi edhe salesianët. Klima kulturore e viteve 70 nëpërmjet premisave, drejtimeve, metodave, mjeteve të hetimit të bashkëndara prej kërkimit historiografik, bëri që të thellohej njohja e pasurisë së trashëguar prej Don Boskos. Për një hermeneutik korrekte të historisë salesiane, sot mbahen parasysh 3 tipologji analizash. Analiza filologjike është e mundur fal botimit të veprave të botuara e të pabotuara të Don Boskos. Puna e çmueshme e bërë prej qendrës së studimeve Don Bosko, të Universitetit Papnor Salesian dhe për Institutit Historik Salesian ka vënë në dispozicion të gjithëve në butime të punuara e të ripara shkencërisht, mira faqe për shkrimeve të Don Boskos. Vijon analiza historiko-kritike që duhet të mbajë parasysh përmbajtjen e burimeve të marrëdhënieve me kategoritë kulturore dhe kishtare të epokës. E treta, më e rëndësishmja, është analiza jetësore dhe aktualizuese, e aftë të rishprej, të rimendoj dhe të riaktualizoj përmbajtjen e burimeve. Kontakti me Don Boskon, i bërë me metoda përkatëse të kërkimit historik, na ka bërë ta masim më mirë madhështinë e tij, genialitetin e tij veprues, dhëntit e tij si edukator, për shpirtërinë e tij,
veprën e tij, të kuptueshme vetëm nëse jemi plotësisht të rrënjosur në historinë e shoqërisë në të cilën ai ka jetuar. Nuk është një refuzim a priori i figurave të vlefshme dhe të respektueshme të Don Boskos që kanë pasur breza të tërë salezianësh dhe antarësh të familjes saleziane. Por kemi nevojë për një figurë të Don Boskos që është aktuale, që i flet botës së sotme. Don Bosco sot. Don Chavez, në komentin e strenës, vënë dukje dhe analizon disa përvoja dhe zgjedhje të bëra nga Don Bosco. Evolucioni i veprave të tij dhe i kuptimit se cilët ishin marrësit e tij. Çfarë nënkuptonte ai me rini e braktisur? Si u përgjigj nevojave të të rinjve? Si u përgjigj me elasticitet nevojave? Këmbgulja për varfërinë e jetës dhe punën e palogur. Duke nisur prej analizës historike të këtyre sjelljeve, sugjerohen rrugë verifikime që mund ta rindërtojnë figurën e Don Boskos me besnikëri dhe jo thjesht si përsëritje. Është një proces që duhet të përfshijë çdo grup të familjes saleziane, për të arritur në një vizion të përbashkët, të ditur, profesional, të thellë të Don Boskos në mënyrë që të dalë në pasuria historike, pedagogjike, shpirtërore. Një proces që duke favorizuar njohjen e realitetit rinor, ka të qartë profilin e të krishterit në shoqëri. Me fjalë të tjera, bëhet fjalë që të rishikohen institucionet dhe strukturat e tubimit dhe të edukimit, të rilexohet sistemi parandalues me çelësin e aktualitetit, t'i paraqitet botës dhe kishës një stil i veçantë i edukatorit salezian. Sugjerime vepruese. Strena, duke vazhduar traditën e nisur prej vet Don Boskos, është një program i vërtet shpirtëror e baritor, që i angazhon individët dhe bashkësitë për të studiuar, reflektuar, lutur e vepruar së bashku. Grupeve të familjes saleziane dhe strukturave të koordinimit, sikurse konsultat lokale dhe territoriale, Don Chavez u tregon disa pika referimi dhe angazhimeve vepruese. Dashuria baritore, që karakterizoi gjithë historinë e Don Boskos dhe që shpirti i veprave të tij të shumta, duhet të jetë shenja dalluese dhe arsyeja e besueshmërisë së familjes saleziane pranë të rinjve. Don Bosco, që doroi shumë vujtje, sakrifica dhe privime për të rinjtë e vet, mëson se veprimi baritor salezian përkon të bëri të ngjashëm me zemrën e bariu të mirë dhe një ecje të mirë në ngjitje. Verbali i themelimit të kongregatës saleziane dhe zhvillimi historik i veprës së Don Boskos vërtetojnë se qëllimi kryesor i familjes saleziane është shërbimi të rinjve, që sikurse bëri ai, duhen përfshirë, përgjegjësuar dhe shoqëruar në të qenërit apostull të bashkëmoshatarëve të tyre. Të rinjt, fusha e privilegjuar e veprimit salezian, duhet të takohen në vende, në situata dhe në kufit ku ata janë. Nismat dhe institucionet e krijuara për ta, pa praktikën e asistencës dhe të pranisë mes tyre, janë të pamjaftueshme. Përgjigjet që Don Bosco u dha nevojave të të rinjve të vet, mund t'i ndriçojë ata të familjes saleziane, që sot duhet të jenë të vetëdijshëm, se duhet të luftojnë indiferentizmin, relativizmin etik, ideologjinë e rreme dhe konsumizmin, që e shkatërrojnë vlerën e gjërave dhe të përvojave. Pikpyetjet që udhëhoqën Don Boskon duhet ta shoqërojnë familjen saleziane në dëgjimin e pritjes së të rinjve, duke u dhënë përgjigje nevojave të tyre më të mundshme dhe më të thella, nevojave konkrete dhe shpirtërore. Kujtimet e oratorit të Shën Franceskut, të shkruara me kërkesën e drejtë për drejtë të Piut të IX, janë një pikë referimi e domosdoshme për ta njohur ecjen shpirtërore dhe baritore të Don Boskos,
të përkufizuara dhe si kujtime të së ardhmes. Ato përmbledhin motivimet dhe zgjedhjet e Ftoj çdo grup të familjes saleziane, konsultat lokale e territoriale që ta pranojnë me studim dhe me reflektim mesazhin e Strenës 2012. Veprimi baritor i bashkëndar aty është i mundur, duhet të jetë i frymëzuar për historisë së atit tonë themelus, në mënyrë që ëndra e tij dhe mandati i marrë për hyjet të mund të vazhdojë ende edhe sot. Don Bosco na jep një paraqitje të thjeshtë, por njëkohësisht profetike, të shpirtit të tij dhe të misionit të tij, ëndrrën e moshës 9 vjeçare. Në këtë faqe me shije autobiografike përcaktohet fusha e veprimit që i besohet, të rit. Tregohet objektivi i veprimit të tij apostolik, t'i bëjë të njihen si persona nëpërmjet edukimit. Jepet metoda edukative që do të rezultojë efikase, sistemi parandalues. Paraqitet horizonti në të cilin lëviz i gjithë veprimi i tij dhe sot veprimi ynë, plani i mrekullueshëm i hyjit që i do të rijit. Mund të themi se ai jetoi për ta shndërruar në realitet atë ëndër. Jemi të thirrur të bëjmë atë që Ati ynë ka bërë. Ti marrim të rit si program jete, arsye të ekzistencës sonë, duke shpenzuar për ta të gjitha energjitë tona deri në frymën e fundit. Don Bosco nuk mungoi kurrë për të ritë vet. Për ta thelluar këtë aspekt, po ju tregoj një ndodhi. Përfytyrojeni oborrin e burgut të një kolonie europiane të shekullit të 18. Është mëngjes herët. Dhe ndërsa dielli po fillon të mbush me ngjyra të praruara qiellin e lindjes, një i burgosur nxirret përjashta në oborr për ekzekutim. Bëhet fjalë për një prift
të dënuar me vdekje, sepse u është kundërvën mizorive me të cilat trajtoheshin vendasit e kolonisë. Tani është në këmbë, me shpinë nga muri, dhe vështron pjesëmarrësit e repartit të ekzekutimit, bashkëvendasit e tij. Para se t'i mbyllin sytë, komandanti i bën pyetjen tradicionale mbi dëshirën e fundit. Përgjigjja vjen si befasi për të gjithë. Burri kërkon që t'i bjerë për herë të fundit flautit të tij. Ushtarët vendosen në pozicion pushimi, ndërsa presin që i burgosëri t'i bjerë flautit. Kur notat fillojnë të mbushin ajrin e heshur të mëngjezit, mjedisi i burgut sikur vërshohet prej një muzike që përhapet e ëmbël dhe e mahniqme, duke e mbushur me paqe atë vend që për ditë karakterizohet prej dhunës e trishtimit. Oficeri është i shqetësuar sepse sa më shumë që zgjatet muzika, aq më absurde duket detyra që i takon. Prandaj u urdhëron ushtarëve që të hapin zjarr. Meshtari vdes me një herë, por për çudinë e të gjithë të pranishmëve, muzika e vazhdon vallen e vet të jetës, për inat të vdekjes. Në një shoqëri krejtësisht të angazhuar në mbytjen e mesazhit të Krishtit, mendoj se thirrja jonë është që të gjendemi mes atyre që vazhdojnë ta bëjnë të dëgjohet muzikën e jetës. Në një botë që është duke bërë gjithçka që të rinjtë të mos e dëgjojnë ftesën këmbgulse të Krishtit, ejani e shihni. Është privilegji yni që jemi tërhequr prej Don Boskos dhe jemi nxitur t'i bijmë muzikës së zemrës, të dëshmojmë trascendencën, të ushtrojmë aftësinë shpirtërore, të nxisim të rinjtë në një drejtim që u përgjigjet dinjitetit të tyre dhe dëshirave të tyre më të vërteta. Shumë të dashur vëllezër, motra, të gjithë ju, antarë të familjes saleziane, miq të Don Boskos, të gjithë ju të ri, ju uroj të gjithëve ju, një vit të ri 2012 të pasur me bekimet e hyjit dhe një angazhim të përtrirë për të vazhduar të bëni që të dëgjohet muzika. Muzika jonë, ajo që e mbush me kuptim jetën e të rive dhe i bën ata të gjejnë burimin e gëzimit. Duke njohur dhe imituar Don Boskon, le t'i bëjmë të rinjtë misionin e jetës sonë.